Të nërmiq, selam aleikum, mirë se ritakojmë sërish. Duke lutur Zotin që këto ditë dhe këto momentet begata të kenë qenë të mbara, periudhat të kenë qenë të begata, gjithashtu duke i shfrytzuar ato në maksimum, ju ftojmë që të jemi së bashku në këto minuta në vijim për të përkujtuar veten tonë mbi një edukim të rëndësishëm, të cilën na jep agjërimi në veçantë, por se dhe feja islame në përgjithësi. Do të flasim për kujdesin ndaj jetimëve, sa e rëndësishëm është për kujdesin ndaj jetimëve. Përse kjo kategori ka një status të veçantë në fenë islame dhe cilat janë të drejtat e tyre ndaj nesh dhe cilat janë detyrimet që kemi ndaj kësaj kategorie. Për të folur mbi këtë temë ne kemi sot nderin dhe kënaqësinë që ta zhvillojmë këtë bisedë me Hoxhën e nderuar Sabit Gashi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjej. Hoxh, në çdo periudhë shoqërisë do të ketë me sa duket jetim, është një kategori e cila është spravuar me sprovë të madhe, por gjithashtu edhe pjesa tjetër, ne që nuk kemi këtë sprovë, ndoshta jemi të spravuar në raport me ta, se çfarë kujdesi do të kemi ndaj tyre. Pse kujdesi për jetimet është një vepër shumë e madhe në Islam dhe ka porosi të dedikuara për kujdesin ndaj jetimit? Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Zotin e gjithësisë, krijuesin absolut. Përshëndetjet ja dedikojmë vulës së gjithë profecisë Muhamedit, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ta. Fillimisht, gjithë e dim se jetimi është një fëmijë i cili ka humbur prindrit e tij apo njërin prej tyre, e në këtë rast është babai, dhe kur dihet vlera e babait se Zoti ka thënë që respekti me njëherë pas Zotit është tek prindrit, dhe kur ka këtë vlerë, këtë pozicion prindi, atëherë mungesa e tij dhe ai i cili tenton që ta mbuloj këtë mungesë, s'ka dyshim se ka vlerë të madhe, sepse ky pozicion ka vlerë të madhe. Dhe ai i cili tenton që t'i ndihmon ose bëhet kujdestari i jetimit, do ta ketë pra vlerën dhe peshën e madhe. Kjo fillimisht, pastaj duke ditur se Allahu ka e ka përmendur pothuajse 14 herë në Kur'an jetimin, ka porositur profetët, gjithë profetët ben Israile që kujdesni për jetimin, mos kujdesni pasurinë e tyre, kështu me radhë. Gjithashtu dhe profeti alayhi salatu wasalam në shumë hadithe ka cekur shpërblimet që do i ketë kujdestari i jetimit në botën tjetër. Andaj gjitha këto argumente i japin, e bëjnë të madh kujdestarin e jetimit apo vlerën e tij, sepse vërtet ka vlerë, sepse e plotson një mungesë shumë të madhe, e cila nuk kompenzohet asnjëherë 100%, mirë po... Pra nuk mund të zvendësoj figurën e babait, rolin e babait. Babain apo nënën e dikujt që vdes, por të paktën t'ja lehtësoj dhe ta bëj që të ndihet pak më rahat, pak më komod edhe jetimi. Ndërkohë, besimtari përkujdeset ndaj jetimit motivuar nga feja e tij, nga besimi i tij. Dhe përkujdesja ndaj jetimit normalisht nuk kupton butësinë ndaj tij, mi përkujdesje e cila do të jetë shumë delikate. Ndoshta babai mund t'i bërtas fëmijës vet, po ka kohë ta rikuperojë. Kurse kujdesi ndaj jetimit është shumë delikat. Sa ndikon kjo tek vet përkujdesësi, tek shpirti i tij, tek zemra e tij, tek karakteri i tij? Po s'ka dyshim se njeriu kur kujdeset për jetimin, normal që reflekton atë dëmshurinë që e ka, mëshirën që ka ndaj të tjerëve. Dhe kjo s'ka dyshim se paraqet pastaj karakterin e tij, real që e ka fal Zoti, dhe normal se zemra e tij zbutet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka urdhëruar për këtë rast, ka thënë se tregoni dëmshuri ndaj jetimit, sepse Allahu do t'tregojë dëmshuri ndaj jush. Andaj dëmshuria e Zotit ndaj neve mjafton që ne të kemi një shpirt të qetë, një zemër të përmbushur, shpirt të përmbushur me ato aktivitete, me ato mundësi, me ato ndihma që ja bëjmë jetimit. Dhe vetëm kjo na mjafton. E lere madhe në botën tjetër pastaj shpërblime që do i marrmi. Andaj zemra e një kujdestarit jetimit, unë jam i bindur se është një zemër e qetë, është një zemër që reflekton mirësi, reflekton dashuri, sepse pa pas dashuri nuk mundesh mi ofru një ndihmë jetimit. Pra ndoshta dikush ndonjëherë mund ta bëjë një ndihmë për sy faqësi,
Mirë, pa e mund me qenë vetëm me qasit për një moment, ndërsa ai i cili kujdeset vazhdimisht për jetimin, jo se e bën për syfaqësi, por e bën që zemra e tij e ka ndi një far kënaqësie, një far lezeti të cilin ai nuk mund të largohet nga ajo vepër e mirë. Andaj s'ka dyshim se zemra dhe shpirti i besimtarit është i qetë, i butë kur ai kujdeset. Andaj dhe Zoti këtyre shpirtrave, e që shpresoj të jemi prej tyne, ndoshta nuk mundemi ne vazhdimisht jemi kujdestar të jetime, por ka doj Zoti, unë jam edhe koordinator i shoqatës Bereqeti në Degën Suharek, dhe na bjen rasti që ti çojmë ndihma jetimëve dhe skamnorëve, dhe është një privilegj dhe doj Zoti që të jemi prej atyne që e kanë këtë shpirt që në ditën e gjykimit Allahu posa të vdesin do t'i thotë atyne, o ti shpirt i qetë, futu me robërit e mi, futu në xhenetin tim. Inshallah jemi na prej tyne. Pra, sa po ndihmon një jetim e kupton që ke marrë mbrapa shumë emocione, ke marrë shumë përfitime shpirtërore. Pra, sa më tepër kujdesesh për jetimin, aq më shumë ushqen zemrën dhe shpirtin tënd njëkohësisht. Po. Bile ndonjëherë kur jemi në ato raste kur i ndihmojmë, ndoshta të rrjedh loti pa hetu fare ti, e unë thamë që ajo është prej atij emocione, për asaj zemrës e cila përmbushet me atë dashurinë e sakrificës, me atë humanizmin që njeriu e bën karshi kësaj kategorie në veçantë, edhe ndaj skamnorëve në përgjithësi. Pra, duket sikur jetimet janë ata që e pasurojnë jetën e një shoqërie, duke qenë se ju japin mundësinë antarëve të shoqërisë që të përjetojnë dëmshuri, të përjetojnë përkujdesje. Po cilat janë detyrimet që ka një shoqëri ndaj kësaj kategorie? Detyrimet, fillimisht unë besoj që duhet kemi kujdes si shoqëri që fillimisht evlatët e tanë, fëmijët e tanë t'i këshillojmë që ata mos t'i bullizojmë. Duke qenë se shpesh ata janë shokët apo shoqet e tyre që shoqërohen. Dhe ndodh që shpeher kur ngatrohet me vetë fëmijët, u acekin prej inatit që e kanë, ato të metat apo mangësit. Se ti je pa baba ose pa nën. Andaj duhet të kemi shumë kujdes që evlatët tonë të punojmë me ta, që ti këshillojmë që të kenë shumë kujdes në këtë pikë, sepse atyre ndoshta duket shumë e thjesht një fjalë, mirë po le gjurmë në psikologjinë e tyre dhe do të reflektoj më vonë dhe ndoshta do të prodhojmë një person i cili do t'i urrejmë pastaj të tjerët për shkak kësaj mungese. Andaj fillimisht fëmijët e tanë duhet t'i edukojmë që të sillen mirë me ta. Pastaj ne do të angazhohemi si shoqëri, kemi gjithë obligim, por nëse e shohim se shoqëria nuk merret me këtë kategori, atëherë të paktën duhet dikush ta merr, sepse nëse askush nuk kujdeset për ta, e gjithë shoqëria jemi mëkatar. Unë mendoj që do të mirret shoqëria me ta dhe të fokusohet edhe tek arsimimi i tyre, sepse kur janë fëmijët e vegjël dhe ata zakonisht njerëzit tek ne, të paktën ne shqiptarët, ndoshta po tham kushtimisht e kemi dhënë një farë provimi se jemi të afërt me skamnorët dhe jemi të afërt me jetimet, sepse ndihmojmë, jemi dorëdhënës si popull. Dhe zakonisht kur janë të vegjël nuk hekin keq fëmijët e jetimet, sepse gjithë lagja, gjithë qyteti i çojnë për të hëngrë, për të pirë kanë. Edhe nevojat shpesh janë më të vogla. Mirë, po mendoj se jemi pak të mangët. Bile du me nda një rast që Ramazanin e kalum e kam pasun dhe jem di shumë keq. Jemi të mangët kur fëmijët këta jetim rriten, hynë mbylyk, mirë po akoma nuk jenë botë zotëve të vetës. Dhe ne mendojmë se tash nuk ka nevojë më me i ndihmu atyne. Unë them pikërisht atëherë do t'i ndihmojmë që ata kur futen në për studime, në për shkolla, e cila kushton. Sepse po t'ja blesh një pak ushqimore kushton 30 apo 50 euro. Mirë po, të regjistrohet në një shkollë, duhet para aty, duhet 1.000-2.000 euro shkon apo 3.000 euro në vit. Andaj ajo është ma ullës të ndihmojnë studentëve që janë jetim që s'kan babë e nanë, kuptohet nëse nuk kanë mundësi. Sepse ka jetim që i kanë ndoshta punë më mirë se të tjerët, por po flasim për kategorinë që kanë nevojë për ndihmë vërtet. Dhe unë vitin e kalum një gërbeqar joni më tha se hoxh mi gjenja 5 familje jetim, dua t'i jap dikun vlerë 500 euro për familje. Edhe unë i gjeta ato 5 familje dhe ja dërgova emrat, numrat, që e thash kontaktoti, dhe dërgoja u vetë.
Mirë pa kur ka shku tek familjet dhe i ka pasë se fëmijët janë pak më të rritur. Edhe unë ja potencova atij se shiqo, 2-3 familje prej tyre i ke që janë studenta dhe të preferoj që këtyre t'i ndihmosh para këtyre që janë të vegjël. Sepse këta të vegjël i kanë edhe kërkesat më të pakta, më të vogla, thjesht rroba ose ushqim, ndërsa të tjerët kanë kërkesa më të mëdha sepse kanë nevoja më të mëdha. Edhe ai sikur se me i than mos i jep aty, i jepi këtyne. Dhe tha jo, hoxha, jam interesuar për çka janë mosha të vogla, 10 vjeçë e të poshtë. Atëherë unë shumë merdh keq edhe unë gushtova sepse na nuk ja dim vlerën e një studentit që jetim që është e që të bëhet ai nesër i aftë të kontriboj për shoqërinë, por edhe për familjen e vet. Po është dhe moshë delikate, sepse aty janë, po themi, periudha e adoleshencës deri diku ose post-adoleshencës ku i përjeton çdo lloj diference me shokët e vet. E ata kanë më shumë nevojë ose dikush që nuk i shkon shkollat, pra nuk mund të mëson sepse Zoti si ka bërë gjithë të njëjtë, atëherë duhet ta orientojmë në një zanat, që ta merri zanat që ai të bëhet i aftë për ta mbajt familjen, për ta menaxhu familjen, e jo çdo herë të ketë nevojë që t'i ndihmon shoqëria atyre. Andaj do të fokusohemi t'i mësojmë dhe t'i bëjmë që ata t'i zhvillojmë që ata vetë kujdesen për vetveten. E jo vetëm çdo herë t'i çojmë pako, e kështu që unë e shoh që do të orientohemi te arsimimi prej tyre, te zhvillimi i tyre dhe tek zanati që t'i bëjmë të aftë ata. Andaj shoqëria ka obligim që t'i ndihmon jo vetëm sa janë të vegjël, por derisa të bëhen, populli janë thotë dalin në bukë të vet. Pra derisa të kontribuojnë ata të kenë aftë që të punojnë dhe ta furnizojnë familjen vet. Dhe sa është e rëndësishme, hoxh, ndoshta arsimi që ju përmendët mund të jetë një mekanizëm shumë i rëndësishëm që këta jetim të mos ta ndjejnë veten inferior, të mos ta ndjejnë veten po themi të pafat në jetë, të mos ta ndjejnë veten të paaftë në jetë, por se ti je krenar pavarësisht se kaderi ka zgjedhur që të jenë të sprovuar në këtë aspekt, po çdo kader ka urtësinë e vet dhe vjen me zgjidhjen dhe me urtësinë e vet. Po më pikërisht sepse Zoti ka thënë Kur'an se nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Andaj ti kur formon një gjenerat të re e cila është arsimume, ai nesër pra është në gjendje që të kontribuojë dhe të arrijë vetëdijsimin vetë në shoqëri për një kategori të tillë. Andaj duhet të fokusohemi këtu sepse pra duhet ti zhvillojmë, ti arsimojmë që nesër këta jetim të cilët nëse arsimohen, thashë më parë, këta mund të kontribuojnë shumë për shoqëri. Por nëse i lëm pa arsimim, edhe vetëm i çojmë ndihma, i çojmë pak ushqimore, atëherë ai mund të bëhet një kategori shumë e ulët, i cili nga bullëzimi i shoqërisë, thash, mund të bëhet një kriminal nesër duke u hakmer shoqërisë për ato pasoja, për ato që i kanë ndijaj, atëherë kur ka qenë i vogël e që të tjerët e kanë tallat, ai mund nesër të hakmirën ndaj shoqërisë në forma të ndryshme. Mund të ndikojë edhe pozitivisht ndonjëherë se nga inati du mu bë më i miri. Mirë po ndodh që nga inati du mu hakmer ndaj shoqërisë dhe bëhet një kriminal, mund të vras, mund të bëjë gjithçka. Andaj arsimimi unë shoh që është pikë e parë që duhet kujdesemi për jetimet që t'i arsimojmë, që ata të bëhen shumë dobishëm për shoqërinë dhe t'ua kthejnë shoqërisë me të mirë, nëse jo me mjete financiare, t'ia kthejnë me diturinë e tyre, me atë kapacitetin që ja u ka dhënë Zoti dhe që janë zhvilluar në arsim. Ndërkohë, kur vjen Ramazani, pothuajse gjithë secili prej nesh e përjeton momentin e urizë dhe të etjes gjatë ditës dhe përkujtojnë kategoritë, pra i vinë në mend kategoritë të cilat shpesh nuk kanë ushqim ose nuk kanë streh ose nuk kanë gjëra të bazike. Ndërkohë, a duhet të përkujtojnë veten, po ndoshta edhe njëri tjetrin për një kategori e cila ndoshta ka ushqim, ka pije, po i mungon kjo atmosfera familjare, që do thotë të vetëdijsohemi, të ndërgjegjësohemi për të qenë më afër tyre. Po, unë mendoj që Ramazani është një mundësi e mirë, sepse nëse jashtë Ramazanit do i thirrti jetimet, do i tubon, do i grumbullon një vend, do t'ja jep një drek apo një darkë, ata ndoshta mund të ndihen keq për një moment, sepse e din që në atë tubim janë vetëm ajo kategori. Dhe ata ndihen si rrinë si nën faj, sepse e kanë se gjithë këta janë pa prindër, gjithë janë jetim. Ndërsa Ramazani e humb këtë ndjesi sepse
thirr të tjerë dhe e din që nuk i kanë thirr pse janë jetim, po i kanë thirr për shkak se Ramazani ka këtë atmosferë. Sepse Ramazani kërkon që të bashkohemi, kërkon njerëz në iftar përbashkë dhe ja humb këtë ndjesi dhe ata shumë ndjen të relaksum nëpër iftare, nëpër dobime apo në festë të Bajramit, kur ti i blen rroba, shembull, dhe i çon jetimëve. Ata nuk ndihen keq sepse e din që Bajrami këtë mesazh e ka, që duhet festojmë dhe mund t'i dhurosh rroba, dhurata njëri tjetrit. Edhe paku ushqimore madje kur i dërgon në Ramazan, e din që kjo një paku një dhuratë e Ramazanit, e jo thjesht vetëm si e një kategori që je e veçantë ose që dallon prej të tjerëve. Andaj Ramazani ka reflektimin e vet gjithsesi pra për të mirë dhe e baraspeshon ose e ballancon atë ndjenjen e përbashkët e jo të veçantë. Ndërkohë, Ramazani e përkujton gjithë secilin për situatat që kanë të tjerët dhe e heq fokusin nga vetja, duke u fokusuar tek nevojat që kanë të tjerët. A një kategori e cila ka nevojë edhe për duat tona, edhe për lutjet tona, dhe jo vetëm për ndihmën, po themi kështu, financiare apo materiale? Pa ato, normal se si besimtare kemi obligim çdo herë të lutemi dhe lutemi kur jemi për gjithë besimtarët në uljen e fundit kur jemi e bëjmë lutjen, mirë po Ramazani është më specifik sepse e dim që lutjet janë më të pranueshme, edhe shpërblimi është më i madh kur e dim që Zoti nëse një namaz e shpërblen një farz me 70 farze në Ramazan, atëherë e dim dhe në këtë logjik pa pasur nevojë të bëjmë kalkulime, por thjesht si logjik se nëse një lutje e bën llogaritet si 70 herë ti e lut për një jetim. Nëse një ndihmë ja ofron, llogaritet si 70 herë ti e ke bërë ndihmë. Kjo është minimalja. Minimalja, po mund shpërbles. Si logjik me ofru sepse thash kalkulimet i bën Zoti, na e bëjnë nëse e bëjmë me një jetë mirë, Allahu thot dikuj edhe pa hesab. Andaj po një logjike afër që për ta kuptuar thjesht, sa thjesht është domosdoshmë një matematike e Zotit në shpërblimit kur ti nëse pak mundohesh, Allahu në Ramazan domosdoshmë është mundësi e artë që të jep Zoti shumë. Andaj lutja gjithsesi është arma më e fuqishme e besimtarit, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutja ka nevojë çdo kush për lutje. Mandje edhe ne që s'jemi jetim, edhe ne që si kemi vlad ton jetim, edhe ne që i kemi mundësit, elhamdulillah gjithat mirat i kemi nevojë për lutje, sepse nuk e dim se çka na pret e ardhmja. E aq më tej për kjo kategori që vazhdimisht kanë nevojë për lutje, edhe nëse nuk i mungon asgjë nga gjërat materiale, ata kanë nevojë për lutje që t'i plotësohet ai boshllëku i ndjenjes së prindit, ai boshllëku i ledhatimit të tyre e kështu me radhë. Ndërkohë, shoqëritë hoxh shpesh konkurrojnë me njëra tjetrën apo garojnë me njëra tjetrën në standardet dhe arritjet e mëdha materiale dhe financiare. Po ndërkohë, në historinë e njerëzimit shpesh shoqëritë kanë konkurruar me njëra tjetrën dhe në raport me vlerat, dhe në raport me virtytet. Dhe vlerat dhe virtytet shpesh maten me kategoritë më të dobta. Pra sa i fortë është i dobti në mesin e asaj shoqërie, aq e pasur dhe aq e begatë është ajo shoqëri. Çfarë ndodh nëse në një shoqëri neglizhohen jetimet, në përkëmben jetimet, nuk ka kujdes për jetimet? Po, ajo shoqëri mendoj që fillimisht rreziku po fillojmë prej rrezikut më të madh, pastaj duke vazhdu. Rreziku më i madh është se Allahu Azza wa Jall mund të na dëshkojë si shoqëri komplet, për shkak se nëse ne nuk mirremi me këtë shoqëri, me këtë kategori të njerëzve, me jetimet apo edhe me skamnorët. Andaj dëshkimi i Allahut mund të na përfshin të gjithëve. Pastaj rreziku tjetër është se Allahu na barazon në njërin prej kaptinave, na barazon ai që braktis jetimin, e barazon me jo besimtarin. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, thot Zoti. A ke pa atë i cili nuk beson në ditën e llogarisë. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Ai është i cili prej braktis jetimet, i lën anash jetimet. Andaj Allahu na ruaj sikurse ne thash si shoqëri, nëse nuk merret nëse merret dikush, atëherë e hek pak përgjegjësinë edhe nga ne, por nëse nuk merret askush me ta, Allahu na ruaj mund na llogarit Zoti sikurse një kategori, sikurse jo besimtar. E pastaj kur të llogarit me kështu, vjen gjithsesi ndëshkimi nga Zoti këtë botë, po edhe në botën tjetër. Andaj braktisja e jetimit lën pasoja, humbet drejtësia, pra bëhet padrejtësi në shoqëri, humbet morali i asaj,
humbet shpirtërorja e asaj shoqërie, sepse s'ka shpirtërore aty, sepse egërsohen njerëzit, kur s'kan rahmet, kur s'kan mëshirë për kategoritë të tilla. Dhe mbi gjithë unë mendoj që është një gjë e keqe që nëse ne nuk kujdesemi për jetimet edhe për të varfërit, për skamnorët, e lam një trashëgimi shumë të keqe për gjeneratat që vinë, ata duke mos e hetu këtë gjë, binë pranë këtë kurthën e të parëve tyne dhe vazhdojnë atë avaz duke mendu se kështu duhet jenë dhe nuk duhet kenë kurfar përgjegjësi për jetimet. Pra përveç që ne dëmtohemi, e lamë edhe një sherr mbrapa ku gjeneratave të reja i mësojmë se si dhe pothuajse pak ndoshta kemi ardhur si shoqëri në atë pikë ku i dëgjojmë shumë të rinj që thonë madje edhe gjeneratat e mesme, sepse pleq nuk i dëgjojmë, sepse pleq janë të edukum me një brez i cili e ka pas këtë virtyte, ka pas këtë humanizëm. Mirë, po gjeneratat e mesme pastaj kanë fillu me u dobësu dhe tash thonë se pse e hoqna duhet mirëmi me jetimet. Pra detyrimet e shtetit janë ato. Shteti ka themi kategori. Kjo është e rrezikshme. Kjo është e rrezikshme. Tash, nëse shteti nuk mirret me ta, në kupton që ti lam anash ata dhe t'ja lam gjithë këtë barë shtetit, na kuptojmë se shteti normal se ka obligim. Mirë po, ne nuk duhet bëhemi aq të ftohtë dhe aq ta rrënojmë shpirtërorën tonë sa të mos kemi dhe mëshuri fare për ta dhe t'i shohim dhe t'i lam ashtu, t'i lam pa kujdesur për ta. Sepse kjo është një rrugë me cilën ne begatojmë vetët tona, begatojmë shtëpitë tona, begatojmë fëmijët tanë. Thjesht jetimi është pra një sprovë edhe një mundësi. Allahu na sprovon dhe e keni mundësi. Nëse do në xhenet, e ki mundësinë para vetes. Ndërkohë, shumica e njerëzve sot vuajnë nga ngurtësimi i zemrave, nga problemet emocionale, problemet shpirtërore, nga ankthjet të ndryshme, nga problematikat që i dim të gjithë. Profeti alayhis salam ka këshilluar që një lëvizim i kokës së jetimit ka mirësi të mëdha. Sa e rëndësishme është që ta begatojmë jetën tonë dhe me këtë ndoshta të synojmë edhe begatin e botës tjetër, ahiretit, me përkujdesjen tonë ndaj jetimit, duke ndërvepruar drejt për drejt me ta. Po, gjithsesi se kjo është e rëndësishme shumë dhe pejgamberi alayhis salam na këshilloi në shumë hadithe, siç tham, e ai e bëri këtë sepse pejgamberi alayhis salam ai ishte që ndoshta më së miri e dinte hallin e jetimit, sepse ai vetë u rrit jetim. Dhe për atë arsye këshilloi shumë, po jo vetëm prej këtij fakti, por se dhe Zoti e urdhëroi ata në shpallje që shumë herë në Kur'an pra i urdhëron ben Israilit që të kujdesen dhe duke i pa këto e urdhëroi Zoti që ai të flet sepse asnjëherë ai nuk fliste nga hamendja e tij, por atë që Zoti inspironte. Andaj edhe këto fjalë kur i ka thënë pejgamberi alayhis salam, i ka thënë se Zoti ka urdhëruar dhe ai e njihte shumë mirë hallën e tyre dhe e thoshte me përkushtim të madh sahabëve i tregonte se si duhet kujdesna ata për jetimin. Andaj nëse ne bëhemi asi burrat të cilët bëhemi kujdestar të jetimëve, s'ka dyshim se jeta jon do të jetë si shoqëri, do të jetë shumë më mirë, por edhe botën tjetër do ta fitojmë. Ndoshta nuk bëhet të tepërt me përmend një vëlla tonë i cili pak ditë më herët ndroi jetë, ishte një Haxhi Kemali, që e njohin besoj gjithë Kosova, i cili për sa vite i ka shërby kullës e jetimëve në Prevall. Nga ai kemi edhe fjalë, kemi pas muhabet, po kemi edhe fjalë që na ka këshilluar vazhdimisht. Atë shihnim ne se si ai kishte i zemër të butë, vazhdimisht, fliste me qetësi, i donte, unë e vëzhgoja kur shkoja në kullin e jetimit, se si ai sillet me jetimet, se si ai kujdesej për ta dhe asnjëherë nuk e ngritte zanin ndaj tyre. Pra e shohim se njëri kur mirret me këtë kategori, përfiton më shumë ai vetë se sa që përfiton tjetri. Në këtë botë, e pastaj në botën tjetër, s'ka dyshim se ka thënë profeti alayhis salam, nëse një lëdhatim në kokën e tij bëhet me sinqeritet, atëherë sa fije flok do të ketë në kokën e tij, as shpërblime Zoti do t'i jep atij. Pra një lëdhatim dhe zemra zbutet menjëherë. E që mund thuash pasaj për një përkujdesje të gjithë nevojave që ka jetimi. Ndërkohë, Bajrami është një fest ku njerëzit festojnë dhe gëzojnë jo vetëm me ato të mira materiale që kanë, por se edhe me atmosferën që krijohet. Sa e rëndësishme është që tregojmë kujdes për jetimet në këto momente të veçanta, siç janë festat.
Po, ne zakonisht jemi të mësuar që në për festa të bajrameve, ti marrë me familjarët, fëmijët tanë dhe dalim diku të shetitim atë ditë, apo ta festojmë në format të ndryshme. Besoj që jemi të mangët në këtë aspekt, unë flas për vetveten, por besoj që edhe të tjerët jemi pak të mangët ndaj jetimeve, sepse nga angazhimet tona, nga hutia, nga kënaqësia e fesë, shpesh herë bëjmë që t'i harrojmë jetimet dhe mjaftohemi që e kemi dërguar një pako ushqimor, apo e kemi dërguar disa të holla, një zakat apo diçka, apo i sadakatul fitr, dhe mendojmë që me kaq ka përfunduar. Përderisa jetimi ma shumë qënë pesh besoj tek ai ledhatimi, marrja e tij dhe aktivitetet që bëhen në atë fest, bashkimi me fëmijët e tu, ose marrja e jetimit me e dërgu diku në për festat, si e feston vetë festën, se sa me i ofru gjana ushqimore apo të mira materiale. Këto ndikojnë shumë më shumë se sa të mirë, po jemi pak të mangët, po shpresoj që duhet përmirësohemi të gjithë dhe të kemi kujdes në këto pika që janë shumë të ndihshme për ta, sepse ai moment kur të gjithë dalim për të festuar dhe ndoshta ata për shkak se nuk e kanë babajnë e tyre, mbesin sepse ndoshta nana aty na është një grua ndershme dhe ajo nuk mund të dalë lehtë me fëmijë që janë të vegjël, sepse mund të keq kuptohet nga të tjerët, nuk mund të shkon në vendet ku shkon ti, ose ku kishte me shku ajo me burrin e saj, dhe për atë arsye ndalet në shtëpi dhe ata ndihen shumë të keq sepse e dinë shumë mirë se për shkak të prindit e tyre ata sot janë në shtëpi e nuk kanë dalë diku për të festuar. Andaj do të kemi na kujdes shumë që t'i marrmi ata dhe kush ka mundësi thamë se jo që çdo njeri do ta bëj këtë punë se s'mujmë, por kjo shkon pastaj edhe në bazë të nëse i ke të afërm, nëse i ke fëmijë, atëherë obligohesh ti më shumë se sa të tjerët që ti ta ndërmerr këtë veprim në mënyrë që ata të mos e ndinë këtë ndjenjë pra që e kanë. Ndërkohë, profeti Islam ka thënë se unë dhe për kujdes i jetimit do të jemi shumë afër në xhennet, pra është një status i veçantë në mënyrë për atë i cili kujdeset për jetimin. Po sa e rëndësishme është që ai i cili është kujdestari i jetimit, që ndoshta menaxhon dhe i pasuri që ai mund ta ketë trashëguar, të jetë sa më i drejtë, të jetë sa më me amanet, nëse mund të themi. Po. Për këtë besoj që është shumë i qartë ajeti apo citati i Kur'anit në surën Nisa ajeti 6, i cili na mëson shumë qartë, thot Zoti, sprovoni ata, provoni jetimet, pra kur ata arrin moshën e pjekurisë që janë bë të gatshëm për martesë, thot Zoti, jepni prej pasurisë të tyre, sepse tash mund të ketë jetim i cili mund të ketë miliona. Pra nuk llogaritesh çdo herë jetimi sa është detyrimisht i varfër. Mund të jetë një baba i cili ka lënë miliona dhe tash është rreziku tjetër se nëse ti e lën atë si fëmijë, ja lën gjithë atë pastori, ai mund ta keq menaxhoj dhe mund ta humbas të tërën. Atëherë Allahu thotë që kujdestarët e jetimit le ti provojnë ata. Le t'ja japin një pjesë të pasurisë, le ta shohin se a janë të gatshëm që ta mirë menaxhojnë ata apo jo. Nëse janë të gatshëm, atëherë thot jepni atyne. Dhe Allahu na porosit që të keni kujdes, mos e harxhoni pasurinë e tyre me nguti. Pra sa janë të vegjël, ti më shfrytzu në fakturën e tyre se unë jam duke i mbajt ata dhe ti ngopesh ose ti për epshet e tua, ti blen ato çka i ke mangut, se tash duhet se unë jam kujdestar dhe po nevojitet kjo gjë ta marr me pasurinë e tyre. Zoti thot thjesht, po që se keni pasuri, pra nuk jeni të varur nga ajo, atëherë mos ja prekni pasurinë e jetimit. E nëse keni nevojë, se mund të jetë pra edhe kujdestari i jetimëve mund të jetë i varfër, atëherë nëse keni nevojë, merrni duke mos e keq përdor pasurinë, e merrni pra sa keni nevojë, e jo me e keq përdor dhe me e shfrytzu jetimin, thot mos u ngutni Zoti, sa të janë të vegjël që ti me e marrat pasurinë me e shfrytzu, e që kur të rritet ai të mos ketë fare. Pra duhet një menaxhim shumë i mirë. Këtu mund të bëhen shumë thjesht manipulimet, sepse thjesht e ke në dorë atë pasuri, Allahu të ka sprovuar me ta,
Mirë po që se e shfrytëzon si duhet dhe nuk e keq përdor, nuk ka mirësi më të madhe dhe siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam se unë dhe ai do të jemi kështu në xhenet. Pra sikur sa këta shumë afër me pejgamberin sallam. Tash njeriu mund të bëj shumë punë, mund të fal namaznate, mund të bëj lloj-lloj pune të mirë që e njohin fe. Mirë po ndoshta këtë mundësi nuk do këtë premtim vetëm kujdestarin dhe kujdesin e jetimit. Po, për kujdesin e jetimit. Andaj me mirë menaxhim të pasurisë së jetimit, atëherë shumë lehtë e arrin këtë gradë tek profeti që ti jesh bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Andaj duhet me marrë për pasurisë tyne sa ke nevojë, mos me keq përdor. Si ti je i sinqert, shumë në rregull është dhe përfiton. Nëse nuk je i sinqert, atëherë shumë lehtë mundesh me u dëmtu shumë ashpër, sepse edhe humb Allahu ka mja qitë ftyrën e tij në këtë botë e gjithsesi pastaj në dëshkimin edhe në botën tjetër. Andaj je, që thot populli jon, në teh të shpatës. Mund të fitosh shumë ose mund të humbasësh shumë. Por mund të prehesh, mund të humbasësh shumë. Por Zoti shpërblet për këto këshilla. Zoti shpërblet edhe juve, shpresojmë që kjo kategori të jetë sa më pak, por pa to nuk do të jemi, sepse Zoti kështu e ka kriju këtë botë që të ketë edhe asi që të jetë edhe sprovë për ne, por edhe një mundësi shumë e mirë për ne që të fitojmë shpërblimet, të fitojmë xhenetin përmes tyre. Ne inshallah Zoti na mundson që ne të jemi prej atyre që kujdesemi dhe të përfitojmë nga shpërblimet e Zotit. Amin, Zoti shpërbleft. Përmiq ishim me Hoxhën e nderuar Sabit Gashi dhe këshillat e tij për kujdesin ndaj jetimit, duke shpresuar dhe duke lutur Zotin që këto këshilla të jetësohen nga ne dhe përmes kësaj kategorie të cilën Zoti e ka sprovuar, po ndërkohë edhe ka e nderuar duke i dhënë një status të veçantë në rrugëtimin e gjithë secilit drejt mëshirës së Zotit, këto këshilla pra të zënë vend dhe jeta e tyre po dhe e jon të bëhet më begat. Zoti shpreh për vëmendjen, do të shihemi nesër me një tjetër të ftuar deri atëherë kalofsa mirë.